fol për një doktor që s'ka këshyr mirë, kur shkon taj doktori, s'të merë ndorë. S'ka ma këshyr dhe ke fëmin, jo, s'ku mi thonë këto, jo, shafojnë më se te ki punësu këto. Na votojmë dikon me na udheq neve, dhe na nuk gudzojna me fol mas 2 ditëve për ty keq se tuto ma. Nëse nuk flet çka të vjen prej mendjes tënde, ka mu damtu trupi. Edhe ka me njës diçka na i smundin trup t'juve. Hajde pe caktojna një temë, po folim sot për doktorat e spitalit të hematologjisë, onkologjisë, se s'ka lidhje, edhe folim. Sa i kina kushtet në spital, edhe janë isë më folën. Ka zojnë rastet kur ka shku njërë për na, dhe s'kina liri qasaj fjale, për shambull, se ta kur shkan me fol për një doktor që s'ka këshyr mirë, kur shkan taj doktori, s'të merë ndorë. Këshyr hesh tani të guzoj biri ka spitali. U bole ty me dalë me gazë. Dole ty, janë atë një mumë, ta pështu jetën. Që kjo është edhe problemi, për shambull, nuk ma ka pështu mu jetën, ma ka pështu realisht, sa e ka po punën e vetë. Edhe na i kina shto mangësi se e di kur kom qenë në spital non-stop i shisha njerëzit si tut, qka po i ndodh nëse ja këthim fjallën doktorit. Se të nkonë tutën që a i mos ka ma këshyr dhe ke fëmin, jo, s'ku mi thonë këto, jo, shafojnë më i se te ki punësu këto. Se ti ja pagun ati na rogën, realisht na me parët tona e bojmë atë sen. Edhe plus edhe me që ato që pidhojna, si ti të vëshë, nuk po mujna me mbullu, po duhet me dalë me bli hapa jashtë vetë, krejt i bojna jashtë vetë, ajo është një valloj rekvizite doktorit e na. Dhe në është një njeri që të apo shkon mi ble që të sena, se që të po të vynë. Që kjo nuk është shkomerë. Që kjo është shkomerë. Dhe në vetë qase është, që ajo është problemi se edhe politikat, për shamull, edhe punë politikës. Na votojmë dikon me na udheq neve, se po dojna me të votu ty, me na udheq neve, po të besojmë, me na udheq neve. Dhe na nuk gudzojna me fol mas 2 ditëve për ty keq se tuto ma. Kur vetë të kemi zgjedhë, dhe që aty o problemi. Tani, na prap, thojna jo i na të lirë me fol gjithë shka. Jo, si e lirë me fol gjithë shka. Nëse ti po tutësh, pitruni të një ka tutësh. Kështë gjali, qka i shkon një shpreje që ja u kësha lirën për fund, a me gucu me fol? Po i po, valar, është mirë me fol, për shkak se nëse nuk flet qka të vjen prej mendjes tënde, ka mu damtu trupi, edhe ka me njës diçka na i smundin trup t'juve. Arsyeja se na i nim fjallët edhe i nina që kina me dash me fol të e shtyp që ato dhe qëtë në smundjet komës, dorës, nervat koqitën, trupi koqitët që mës me dalë që aja fjallë edhe krejtve na dham shpina, na dham beli, na dham koma, na dham të munu me shtrëngu vetën për me më kontraktum në muhabet, më kun shumë të saktë në muhabet, jo, për ka njerë bon edhe me fol pa lidhje, veç tu ka tek thmija zakonisht e kanë si shpreja, hajde folim, hajde lujna pa lidhje, hajde folim pa lidhje, e kanë se ata janë një të lirë, ata janë të lirë, kësha do që i folin se zgjikohen si janë thmi. Ose edhe plesht, për shamull, gjithë shka folin... Jo, ty ne o ka njës mja morë për budalak. Lemën za i plak është. Po, tash plak. Qështu është? Po dhe e lem, tash edhe ato dhe i full qka dënë. Edhe, për që ata thash, na përmarëm shumë përgjësi, tuti që kur me di qka kina me... Tuti na i dina krejt. Na kina me ndru botën, na i mujna me ndru botën, nëse menujna që ato që për foljom, ka dale, bujna një ekip të mirë të mendimit, e kryujna një farrithit të mirë, e kryujna një hapsin të mirë për njëni tjetërën, që kjo është me jetu jetën, me kryu një hapsin të mirë për njëni tjetërën që me folë dhe mu shprej mirë pa pas tendencë dikush me tullë.